sot si çdo javë për të folur për tematika të cilat prekin qytetarët shqiptar, pra që janë të ndjeshme ndaj lirive dhe të drejtave të qytetarëve shqiptar, të cilat synohen nga ligjet e parlamentit, nga VKM qeverie, nga vendimet e Këshillit Bashkiak, të bashkive e kështu me radhë. Sot ne do trajtojmë, pra unë do të shpjegoj se si qeveria shqiptare me anë të një ligji të quajtur investimet strategjike në vitin 2015 dhe një tjetër të quajtur paketa e maleve në vitin 2025, ka ligj I cili prek drejt për drejt qytetarët shqiptar, sidomos ata që janë pronar, dhe I prek ta tek të drejtat e tyre, të lirit e të drejtat e tyre të ushtrimit të pronës trashëguar, me të gjithë të drejtat që I takon, ashtu siç është përcaktuar në kushtetut, në konvent e kështu me radhë. Siç dihet, problemi I pronave në Shqipëri është një problem I mbartur 34-35 vjeçar. Pas ligjit 7501 në vitin miratuar kjo nga qeveria e Partisë Punës së Shqipërisë, që kryesoi në atë kohë me president Ramiz Alin, në vitin 91, pra në fund të korrikut të vitit 91, miratoi ligji 7501, dhe I cili hyti në fuqi dhe nisi të implementoj brenda gushtit të po të këtij viti, pra disa ditë më pas. Ky ligj ju dha shqiptarëve, pra bëri një tip reforme agrare, ku çdo shqiptari që punonte në fshat, në kooperativ apo në bujqësore, të pajisej me tokë, për të cilën sipas frymëve, si kishte përcaktuar në ligj në fakt. Por kjo ishte vetëm për tokat bujqësore, kuptohet. Nuk ishte për tokat e tjera që ishin toka ranishte, që ishin livade, kullota, pyje, e kështu me radhë. Këto nuk ishte e mundur që të shpërndahej. Gjithsesi, në vitin 1993 u miratua, me ardhjen në pushtet të qeverisë demokratike, u miratua ligji për kthimin dhe kompensimin e pronës. Ky ligj përsëri synonte lirinë të drejtat e qytetarëve, sepse nuk u jepte atyre mundësinë që të merrnin pronën, ashtu nuk u fit, ose më saktë, aq sa ata atyre u kishte marrë regjimi komunist, por I limitonte ata vetëm në 10.000 metra katror. Kjo bëri që të lindte një konflikt. Padyshim konflikti ishte I mbartur, sepse ligji 751 kishte prekur përsëri pronarët, pasi u kishte privuar aty e drejta e pronës, ashtu siç ata e kishin në vitin 1945 ose më pas, kur u kishte marrë regjimi komunist edhe me anë të kooperativave bujqësore që u bë dhe dorëzimit që bënin vetë fshatarët gjoja vullnetarisht, por që në fakt ajo ishte një rrëmbim I tokës me anë të presioneve kështu me radhë. Gjithsesi, më pas ka patur edhe problematika tjera mbi vendosjes, ka patur problematika tjera ndërmjet pronarëve, sepse pati vendime gjykatash ku me 2-3 persona ti mund të beshe 2-3 bashkëtarë, ti mund të shkojë gjykatë dhe ata dinin dëshmitar dhe ti beshe pronare kështu me radhë. Pra kishte konflikte nga më të ndryshmet. Gjithsesi, ky rrugtim I pronarëve shqiptar në këtë kalvarin e viteve, duke pësuar edhe ndryshime ligji për kthimin e pronave, në vitin 2004 u bë mundur që prona të kthej në sasi më të mëdha. Pra, u ndryshua ligji I vitit 1993 me asistencë OSBE-s dhe qeveria e kohës së Fatos Nanos miratoi një ligj të ri ku jepte mundësinë të gjithë pronarëve të merrnin atje ku ishte e lirë ta merrnin pa kufizim. Gjithsesi kështu vazhdoi kjo dhe erdhi me ndryshimet që pësoi në 2005 në qeveria, erdhi Partia Demokratike përsëri në pushtet, e cila për së vërtetës krijoi një klimë më favorshme për sa I përket kthimit dhe kompensimit të pronave të pronarëve, legjitim. Në vitin 2013, me ardhjen në pushtet
qeverisë rilindjes apo socialiste të Edi Ramës, edhe pse ky kishte bërë shumë premtime që do kthente pronën pronarit dhe do ta mbyllte një herë mirë për gjithmonë të plagë të shoqërisë të pronarëve bla bla bla, ai në vitin 2015 miratoi një ligj i cili quhet ligji 133/2015 për kthimin dhe trajtimin e pronës. Pra Agjencia e Trajtimit të Pronës nuk kishte më kthim pronë, vetëm trajtim vetëm financiar. Në kuptim të kësaj, Agjencia e Trajtimit të Pronave nuk kthente më prona. Pra nuk kishte më pronar që të merrte një vendim ku t'i kthej prona, qoftë aty ku ishte i lirë, kuptohet, ose të kompensojë sipas vlerës tregut. Dhe kjo erdhi si rrjedhoj sepse Edi Rama kishte një strategji të vetëm. Po në vitin 2015 ai hodhi në parlament, pra çoi në parlament një ligj që quhet ligji për investimet strategjike. Ky ligj binde ndesh me ligjin e kthimit kompensimit të pronave, por padyshim dhe me Kushtetutën e Shqipërisë, sepse ky draft që u paraqit të cënonte rënd lirinë e të drejtat e pronës. Pra qytetarit të ushtonte drejtën e pronës se me ligjin që piratoi Edi Rama, atij do t'i merrej prona dhe do t'i jepej një, mund ta quajmë gjoja investitor, ku ai do investonte në fusha të ndryshme, në bujqësi, në turizëm, në fotovoltaik apo në miniera e kështu, në blegtori e kështu me radhë. Pra ky ligj në fakt ishte shumë i gjerë në pikpamja e orientimit të tij, por ligji u fokusua vetëm te fotovoltaiket dhe tek turizmi. Këtu nisi gjithë problematika, sepse tokat të pronarëve, të cilët ishin dosjet e tyre pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave dhe normalisht tokat e tyre rezultonin shtet, Edi Rama me qeverinë e tij nuk kthente më dhe tokën e pronarit që rezultonte shtet, ai ja jepte oligarkëve, pra personave të cilët pa identifikuar, mjafton dhe me prestanome, dhe u jep sipërfaqe të tëra për të zhvilluar, për të bërë parqe fotovoltaike, por edhe për turizëm, siç po ndodh tashmë në të gjithë bregdetin jugor të Shqipërisë, pra në gjithë bregdetin jon, që nga Vlora deri në Ksamil. Dhe në këtë kuptim nisi një problem shumë i madh, pra një përplasje ndërmjet pronarëve legjitim dhe hajdutëve, që mund ta quajmë, që operonin në moton e ligjit për investimet strategjike. Dhe nisur nga kjo, qeveria e Edi Ramës krijoi klientelën e tij jashtë dhe brenda Shqipërisë, padyshim të gjithë shqiptar, ku i dha vazhdon të jap toka që për atë janë shtetërore, por në fakt ato janë të pronarit i cili nuk ka arritur akoma t'i marrë dhe gjendet dosja te Agjencia e Pronave. Dhe prej vitit 2015 deri sot në të gjithë Shqipërinë po bëhet një batërdim me tokat e pronarit, sepse këta i cilësojnë si toka të shtetërore. Por në fakt ato dosjet e tyre gjendet te Agjencia e Trajtimit të Pronave. Duke mos u mjaftuar me këtë, qeveria socialiste e Edi Ramës në vitin 2025 propozoi një tjetër ligj. Pra përfundoi me fushat, përfundoi me zonat bregdetare dhe tashmë ju kthye maleve dhe propozon një projekt ligj, një draft që çon në kuvend, quhet paketa e maleve. Paketa e maleve ku është e njëjta si ligji për investime strategjike, ku tokën në fshat të fshatarëve, të komuniteteve të fshatrave, pra të bashkësisë së fshatrave, të cilët në shekuj e kanë menaxhuar bashkërisht atë për kullota apo për familje cilët të janë në nevojë, tashmë me këtë ligj këta do t'i marrin të gjitha tokat e fshatrave, të komunitetit të fshatrave, dhe do t'ja japin atyre të cilët kanë interes për të investuar në agroturizëm apo në gjërat tjera. Dhe në kamuflimin e paketa e maleve, Edi Rama ka bërë një projekt ligj, ka bërë një diçka tjetër ku i thotë se ata qytetarë të cilët kanë zënë toka, i posedojnë ato prej 10 vitesh, duhet, nuk ka rëndësi si, e ka zënë me forcë, e ka zënë me dhunë,
e ka dhënë të vrarë, e ka dhënë të plagosur, nuk ka rëndësi fare për Edi Ramën. Rëndësishme është që ai e posedon një sipërfaqe toke dhe duhet të aplikojë pranë bashkive përkatëse dhe bashkitë pastaj i përzgjedhin me anë të duke i paraqitur dokumentacionin edhe në Ministrinë e Përkatëse. Kështu që jemi përpara një fakti ku qeveria socialiste e Edi Ramës po bën një reformë të re agrare, tamam si ajo e vitit 1945, ku po i rimerr përsëri dhe po i rindan përsëri tokat, por në këtë radhë nuk po i ndan tokat duke ja dhënë përfrym fshatarëve, ashtu si reforma agrare po ligji 751, po këtë radhë po ju merr qoftë edhe pronarëve legjitim, apo dhe atyre që ka përfituar me forma të ndryshme, klasike, ato që parashikohen për fitimin e pronësisë, dhe ja jep njerëzve të cilët janë afër pushtetit, afër qeverisë, pse jo dhe patronazhist. Në kuptim të kësaj, mendoj se Shqipëria sot është një kaos ku prona private trajtohet si një plaçk e qeverisë dhe jo plaçk e privatit, të cilin e ka të trashëguar, e ka të blerë apo e ka të përfituara me mënyra klasike. Në kuptim të, nëse do ta shikojmë në këndvështrimin ligjor, padyshim që këto ligje bien ndesh me parimet bazë kushtetuese, por dhe parimet apo dispozitat e Konventës Evropiane e Drejtave të Njeriut dhe disa vendime në fakt të Gjykatës Evropiane. Nuk është mundur që sot në Shqipëri e vit 2026 që drejtohet nga një qeveri socialiste, të sillet në mënyrë kaq barbare dhe kaq antipronare, ku pronarin e vë me shpatulla pas murit dhe i rrëmben tokën dhe nuk ka më mundësi o do largohet nga Shqipëria ose do mendoj një hakmarrje nesër. Unë mendoj se shprishur paqja sociale, kohezioni social në Shqipëri nuk ekziston më. Shqipëria është ndarë në të pasur dhe në të varfër, ku është zhdukur ajo shtresa e mesme që balancon një ekonomi tregu. Shqipëria sot i gjendet në një band hajdutësh e cila nuk pyet as për ligj, as për kushtetut, as për ligje ndërkombëtare e kështu me radhë. Po çfarë duhet bërë? Padyshim që këto që unë thash pak më parë, tregojnë realitetin, pasqyrojnë realitetin dhe generale kuptohet, por receta që unë si avokat jap, padyshim është recetë juridike, sepse mjetet për të luftuar një padrejtësi janë mjetet juridike. Por në momentin që edhe gjykatat në një vend ku dhe gjykatat nuk janë në favor të qytetarëve, po janë në favor të më të fortit, që në rastin konkret është qeveria, mendoj se është një ngërsh shumë i madh kjo për shoqërinë. Dhe shoqëria nuk reagon sepse ndihet e friksuar nga dhuna psikologjike, po pse jo dhe fizike që i bëhet çdo ditë, qoftë edhe nga pushteti vendor, sepse qytetarët nuk gjejnë zgjidhje dhe nuk kanë asnjë mbështetje nga përfaqësuesit e tyre lokal, por padyshim edhe përfaqësuesit e tyre në kuvendin e Shqipërisë. Kështu që Shqipëria është në një kaos që padyshim kërkon një zgjidhje. Zgjidhjen duhet t'ia jepni ju, t'ia japin qytetarët, t'ia japim ne gjithë bashkë, edhe zgjidhja është vetëm një. Zgjidhja është që ne të gjithë bashkë, pronar, jo pronar, njerëz që duan këtë vend dhe duan këtë kombë, patjetër duhet që të bashkohen, të mblidhen pa ndasit, sepse nëse do shikojmë ato ndasit dhe ato meskëllëqet e vogla, padyshim që nuk mund të bashkohemi dot. Por në një vend kur prona private të rrëmbehet nga mëngjesi në darkë, apo nga darka në mëngjes, unë mendoj se është një vend i cili ka kaluar në banditizëm, se s'mund ta quajmë as demokraci,
dhe as diktaturë, po e quajmë një vend banditizëm, banditokraci, e cila ka marrë një rrugë të keqe dhe rruga e keqe padyshim të çon humner. Banditokracia është sot një fenomen që gjendet vetëm në Shqipëri. Nuk ekziston në asnjë vend të botës, po në asnjë vend të botës ku ti shkosh qytetarit, ti rëmbesh pronën me arsyetimin se unë kam bërë një ligj dhe atë do t'ja jap dikujt tjetër që ta zhvilloj. Po mos jemi kundër zhvillimit. Asnjë qytetar nuk është kundër zhvillimit. Asnjë qytetar nuk është kundër mirëqenies. Por ka disa standarde këto qofshin kanunore, qofshin morale, ligjore, kushtetuese kështu me radhë. Janë standarde që prona është e shenjtë, nuk mundet të merret me anë të forcës, qofshin këto të forcës së pushtetit, të kartonit apo të dhunës policore. Ja, këto janë sa standarde të vendosura që bota perëndimore e qytetëruar i ka vendosur rreth 2000 vite më parë dhe sot janë standarde që nuk preken. Unë nuk e di se si mundet të përballohet një banditizëm, mund ta pranoj qytetar një banditizëm të tillë, ndërkohë që këtë sjellje e vojnë po ata vetë. Prandaj, përveç anës juridike që mund t'i drejtohesh padyshim gjykatave për sjelljen kriminale që kanë si pushteti i vendor, ashtu dhe pushteti qendror për sa i përket qasjes me pronën private, unë kam edhe zgjidhje të tjera në kuptimin që duke u bërë bashkë nuk do të lejuar fshatarët, ata i banorë në fshat, ata komunitetet e tyre, të lejojnë që të protestojnë dhe mos të lejojnë asnjë gjoja investitor si paketa e maleve që të shkojë dhe të shkatërrojë jo vetëm anën sociale në fshatra, po që të shkatërrojë kohezionin social, marrëdhënie të cilat janë krijuar nga të parët e tyre dhe marrëdhënie të cilat nuk i ka prekur kush as pushtuesit që kanë kaluar në këtë vend këto marrëdhënie të vendosura, dhe shkon këtu t'i prish këto marrëdhënie një biznesmen, një hajdut, një njeri që është afër qeverisë me një sigël që quhet investim strategjik ose paketa e maleve. Padyshim që ligjet bëhen nga ata që kanë pushtetin, kuptohet, ata që kanë maxhorancën në pushtet. Por nuk do të thotë që ligji është gjithmonë i drejtë. Sepse ligje kanë patur edhe diktaturat. Ligje kishte edhe Stalini, padyshim kishte Hitleri, kishte Mussolini, po kishte edhe Hoxha. Ka dhe Kim Jong-u sot, po deshat ju, që është vendi më izoluar i botës. Ligje ka dhe ai, me ligj i vret edhe ai, me ligj që ju ka merr pronin shkatërron jetën atyre në Kore. Padyshim me ligj, nuk ka merr pa ligj ai. Por thuhet në një postulat që një ligj që është i padrejt, ai nuk duhet zbatuar, edhe me kosto. Njerëzit nuk për mos të lëshuar në parimet e tyre konvencionale, kam marrë përsipër me plot vetë dije që të bëjnë edhe burg. Në kuptimin e njerëzve të cilët janë të iluminuar, që ka dhe shembull në shoqëri të ndryshme që nuk do lejojnë shkeljen e lirisë e drejtë njerëzit dhe të bëjmë unë martiri i parë i kësaj historie që qytetarët të kuptojnë se si bëhet. Unë sot po lexoja një martir të, mu themi, hero të Hungarisë, lideri hungarez i cili u ngrit kundër në vitin 1956 në Hungari, kundër pushtimit rus, i cili pasi ngriti populli, rreth 200.000 hungarez në protesta, Hungaria u ripushtua përsëri nga forcat ruse që operonin aty. Ata e morën, e torturuan, e arrestuan, e torturuan, e pastaj e vranë Butoborë burgut, e varrosën
e nuk i lajnë gjë pa i bërë dhe varrin e shkatëruan e kështu me radhë dhe pas 30 vitesh me ardhin e demokracisë, ati ai u bë hero, u bë një idhull. Por ai sakrifikoi jetën e tij, të familjes së tij, çdo gjë të shenjtë të shtrenjtë që ai kishte për lirinë. Dhe kjo gjë unë mendoj se ne nuk duhet ta lejojmë, për te anës ligjore që padyshim është rruga më e mirë për të ndjekur një çështje, unë ju sugjeroj që nuk duhet ta lejoni qoftë kjo edhe në rrjetet sociale dhe kudo, një barbarizëm dhe një klientelizëm që po bën sot Edi Rama në tokat publike, por mbi të gjitha në tokat në pronat private. Nuk ka sot asnjë vend në Europë, që të ketë një ligj kaq kriminal siç është ligji për investime strategjike ose paketa e maleve. Po, ka vetëm një shtet i cili ka një ligj që tamam investime strategjike i miraton vitin 2019, por jo ti marr tokën pronarit dhe as ti marr tokën shtetërore dhe t'ia japi një oligarku, jo. A Greqia, që është vendi i cili implementon një ligj të tillë, nuk ka lidhje fare për sa i përket qasjes që ka qeveria shqiptare me pronën. Greqia u jep vetëm 3% të totalit të tokës që mund të marrë një individ, nëse ajo tokë shtetërore kuptohet, por ajo rregullon marrëdhënien ndërmjet privatit dhe investitorit strategjik, i cili do të investojë në shuma apo të hapi vende të reja pune në Greqi, pra ka një kujdesje të veçantë ndërmjet pronarit të tokës edhe investitorëve të huaj. Dhe padyshim që merr përsipër të gjitha përgjegjësitë me shteti grek. Por në asnjë rast shteti helen nuk cënon lirinë dhe të drejtën e pronarit legjitim për sa i përket rrëmbimit marrjes me dhunë të pasurisë private. Kështu që për sa i përket paketa e maleve, padyshim dhe kjo është një histori e cila duhet parë, sepse të parët tuaj, gjyqtarët tanë, njerëzit tanë që janë rritur në fshat, me pronën e kështu me radhë, apo pronën komunitet në tërësi, kam patur një qasje shumë pozitive me njëri tjetrin, i kanë ndarë ato me ligjit e kanunit të kohës, të cilat kjo ndarje dhe kjo marrëdhënie mund ta quajmë e krijuar në bazë të kanunit të kohës, ka krijuar dhe paqen sociale. Dhe atë që paqen sociale që kanë në shekuj që e kanë për sa i përket marrëdhënies me tokën, vjen një ligj anti-kushtetues, anti-ligjor dhe po deshet ju normave morale të shkatërron kohezionin social. Kështu që kjo është sot historia dhe ju tregova këtë për sa i përket paketës së maleve dhe ligjit për investime strategjike, të cilat ligji i investimeve strategjike, në fakt se do ta sqaroj edhe këtë, ka përfituar nga 48 investitor strategjik që ka Shqipëria në këto 10 vite. Vetëm 2 janë të huaj, është Alabari që ka marrë portin e Durrësit, edhe një tjetër që është në Fier që quhet Jura Corporation që prodhon pjesë këmbimi për makinat japoneze. Të gjithë të tjerët, 46 të tjerët janë shqiptar që pastrojnë paratë e korrupsionit, pastrojnë paratë e krimit, duke ju marrë tokat pronarëve shqiptar me anë të kleçkave të bashkive të vendeve ku ashtu si Bashkia e Fierit, Bashkia e Vlorës, Bashkia e Durrësit apo Shëngjinit e kështu me radhë, dhe pronari legjitim që pret të marrë atë tokë nesër nuk mund ta marrë dot, sepse ja ka zënë një oligark, ja ka zënë një gjoja biznesmen i afërt me qeverinë. Ose nëse ti ke tokën tënde 50 hektar, shteti të vjen ta merr dhe ja jep dikujt tjetër. Pra ty shteti thot do ta marr se ti nuk je i Zoti dhe unë do t'i jap dikujt tjetër tokën tënde. Pra nuk të lë që të futesh ti në marrëdhënie juridike me atë tjetrin, por ndërhyn shteti, ty të merr tokën dhe të shpronson. Pra më gjeni ndryshimin ndërmjet stalinizmit dhe ramizmit. Stalinizmit apo everizmit dhe ramizmit. Ma gjeni dot ndryshimin? Jo, sepse nuk ka ndryshim.
Edhe Roxha u mori, u sekuestroi, por pati një gjë që i mbajti aty. Ndërsa Edi Ramaj po i sekuestron pronat e shqiptarëve dhe po a jep miqve të tij oligark për pasur paratë e korrupsionit po të qeverisë Edi Ramës. Se ju e dini në këto 13 vite sa ka shkuar korrupsioni, nuk di sa miliard. Sa miliard, nuk e them unë, e thon raportet e avokatit, të kontrollit të lartë të shtetit. Kjo është e gjithë historia për sa i përket pronarve dhe pronave në Shqipëri. Kështu që dy ligjet më famkeqe që sot po shkatërrojnë jetën e shqiptarëve janë ligji për investimet strategjike, 55/2015 dhe paketa e maleve. Këto janë dy ligjet që po shkatërrojnë sot Shqipërinë. Dhe po i marrin tokën pra qeveria, ka marrë rolin e Robin Hoodit dhe jo rolin rregullator, siç i takon një shteti të së drejtës, një shtet i cili bazohet padyshim i ligjet që ai bën vet, por mbi të gjitha me shtetin e së drejtës. Dhe sot qytetarët shqiptar janë mbushur me mlefe ndaj atyre hajdutëve të sajuar nga qeveria dhe sot është prishur e gjithë marrëdhënia sociale që duhet të ketë një komb, një vend për të ecur përpara. Nuk ka, sepse qeveria ka vepruar si një band plaçkitësish duke i marrë tokën pronarve ose atyre cilët pretendojnë të jenë pronar dhe duke ia dhënë disa të tjerëve cilët s'kan lidhje. Kjo është historia dhe me këtë sot duhet ta ndaja me ju, të dashur miq, sepse kjo është gjendja aktuale në Shqipërinë e rilindur të Edi Ramës. Unë ju uroj një ditë të mbarë, ja kalofshi bukur dhe do shihemi përsëri për një temë tjetër të cilën ju jeni të interesuar dhe doni